Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ I lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Edi Rama zhvilloi sot takimin përmbyllës të fushatës në Bashkinë e Dimalit. Ai kërkoi votën për mandatin e 4, duke deklaruar se çdo alternativë tjetër e çon Shqipërinë drejt humnerës. Rama foli edhe për partitë e reja, të cilat I krahasoi me LSI-n, një forcë pengmarrëse. Lideri I opozitës paralajmëroi bandat se nëse prekin zgjedhje do të shpallen organizata terroriste. Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha përmendi më emër një prej eksponentëve të rrezikshëm të botës së krimit në Elbasan. Sipas tij Suel Çela po bën fushat për njërin nga kandidatët e Partisë Socialiste në këtë qark. Hetuesit kanë gjetur gjurmë të autorëve të plagosjes 4 fisht në Lundër. Bëhet fjalë për disa sende që besohet se I përkasin personave të përfshirë në atentat. Ato janë dërguar në laborator ku janë përfituar gjurmët e ADN-s. Në dëshminë e dhënë para hetuesve, personi arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e rojes në Vlorë mohoi çdo lidhje me krimin. Ai pranoi se autori përdori makinën e tij, por ai vetë nuk kishte dieni. Një sasi eksplozivi që shpërtheu gjatë natës pranë një pallati në Elbasan shkaktoi dëme materiale, ndërsa terrorizoi banorët. Policia bëri të ditur se Tritoli ishte vënë nga vetë pronari I shtëpisë me qëllim për të përfituar azil në një shtet evropian. Me thirrjet për paga më të larta dhe siguri në vendet e punës, përfaqësues të sindikatave marshuan në Tiranë. Në ditën e punëtorëve ata I bën apel institucioneve për të rritur kontrollin ndaj punëdhënësve që shkelnin ligjet. Qytetarët do të kenë më shumë hapësira publike në plazhe gjatë muajve të verës, sipërfaqet që do të menaxhohen nga bashki do të jenë të pajisura edhe me roje plazhi me qëllim rritjen e sigurisë.